Okej, jena, dhe Ola. Go. Moza i mora kreta? Jo, vetëm po shikoj për një fshirë se për ty, po do t'jap time, se unë kam. Ka sa dush më në të Mirë, më falë, hajde moza. Një penjoni e gjeni fshirë se më borë. Shohën e më të gjeni fshirë se. Vazhdo, shefi, vazhdo. Jo më të lutem të gjeni. Mere se s'ka, unë kam. Prit, se i gjeni. Një sekund, moza. Nuk ka. Hajde besëm ka të mulo. Hajde që t'ludhe. Ashtë tasha si gjohë dhe me. Ti që s'te gjohë, po me në gjohë pa rëndësishme, kemi huq të keq. Jena mbet për budgetin, e gjohë e më rëndësishme. Unë se kam. T'ludhe. E si që dire, me që agaj, se që keni vure merë në Terezi, ishte njëra të bëjshin me ngut këtë punë, se jena të hongër njëri tjetërin. Në kupton, ka maru bugjeti, ka ko. Kështu që të bëjmë, ju lutem, të bëjmë rentabël, mos hallakam. Koncentrohuni dhe t'japim dumë, sepse më rezulton që buxhetin e javës i shkoj, tek këtu kja kena fut dhe kokë, kupton, kena marrë të bulladhiqe, kupton, kështu që të... Për shembull. Kjo për arsyen, shembullin e gjejmë rrugës, do ta shpjegojmë kur të gjejmë listën. A mund t'ja japim Sarës të kompetencë e bën shkëlqyshëm? Jo, do ta bëj dikush tjetër. Jo, do ta bëj vetë. Shumë interesant. Do ta bëj vetë. Për shtofë përshirë. E di pse? Se kemi edhe këtë huqne, po është çështje moshe ndoshta. Ju nuk një dhe marru fjallin. E dini pse? Sepse nuk kemi më 100%, po kemi 37%, si që keni kuptu. Prandaj them duhet në koncentru dhe me marrë ato gjona që na duhen. Jo kështu avogado, më kupton? 2 pula për mocat të Shiko, po ti dashu bëjmë inventarin qa kemi, sepse ajo do na sjellë. Kjo ide është shumë e mirë. Bëjmë mirë qa kemi. Nëse kemi gjendje, mos më kërku. Se nuk e dim komplet. Prandaj kërkoj përqendrimin tuaj. Ju lutem, se bëj dot vetëm, më ndihmoni. Mirëmëngjes fermer. Bashkëngjitur keni listën e buxhetit javor. Gjatë sfidës së mbrëmshme, ju keni arritur të grumbulloni 37 nga 100 patate, duke përfituar kështu 37% buxhet për këtë javë. Buxheti plot, i cili është për 18 fermer, pra liri nuk është këtu brenda, dhe unë prandaj u ktheva për herë të dytë se nuk e kisha lexuar këtë kokën dhe bëra lapsus dhe thira dhe lirin me ardhmë foto buxhetin. Për 18 fermer është 18 shumëzim për 7 ditë, shumëzim 1.000 lek dita, bëjnë 126.000 lek. Në rastin nëse do ishte 100%. Tashmë buxheti juaj në masën 37% është të vlerën 26.620.000 lek. Pra, për javë. 460. do ishte 1.260.000, është 466.200 lek. Në rregull? Naftë në përësisë. Si mu duk vetja si njona ke parlamentit. Okej. Lista e artikujve duhet të plotësohet nisur nga ky moment. Brenda këtij momenti, ju do të jeni të gjithë prezent në këtë moment, duke dhënë mendimet tuaja në këtë moment lidhur me listën e produkteve. Bashkë për listën e buxhetit, Agaj ju ka dhënë dispozicion një fletë të bardhë dhe si laps për të mbajtur shënime për ato gjërat ekstra, sigurisht, si dhe një makinë llogaritse në mënyrë që bëjnë përvetimin e saktë. Shikojeni listën me vëmendje të plot, thot, sepse listën e merr Agaj, e rishikon dhe nëse janë bërë gabime, lista do të futet përsëri për të riparë. Pra vonohemi, vjen furnizimi i vones. Pasi ta keni diskutuar dhe vendosur gjithë bashkë për listën e produkteve, duhet ta dorëzoni urgjentisht në dhomën e Agajit që të vinë ushimet shpejt. Eci. Lexoj me radhë, lutem, edhe Atëherë, si fillim, do ta bëjmë ashtu që të shënojmë cigaret, ndërkohë që unë vazhdoj. Sa lek kemi për t'i blerë cigare? Gjithsej Unë kemi me falë një pa cigare. është një ide e Sarës që të na thoni cigaret dhe dim që Po, keni Buxheti o deri tonën tjetër, apo? Përgjysmojmë ushqimet, të përgjysmojmë dhe cigaret. Kaq lek marrin gjithsej për